Prania e përfaqësuesve të qeverisë shqiptare në Aruba është konfirmuar nga gazetari investigativ ndër më seriozët i Italisë. Është konfirmuar nga mediat dhe kjo dihet universalisht. Aruba është damka më e zezë, është dëshmia më flagrante e narkoshtetit shqiptar e bashkëpunimit të ngushtë të Edi Ramës me kartelet e drogës. Tani çfarë ndodh këto ditë? Këto ditë autoritetet spanjolle dhe jo vetëm ato kanë sjell dosjen e plot, se këtu nuk bëhej asnjë hetim. Jo. Forbidden. Po tjetë për qeverin, pra sollën dosjen e plot. Dhe tani Altin Troplini, Rama, veni çdo mbiemër se i meriton, nxjerr me të drejtë emrat e biznismenëve të implikuar, po jo të qeveritarëve. Shikoni sa të paftyr janë. Shikoni se si këta mbrojnë. Kriminalët në zyrat më të larta të shtetit. A ka njeri që nuk e din sot se në charterin për në Aruba shkuan qeveritar? Kush ishin ata? Asnjëri nuk e thot se kush ishin. Dhe ky është Altin Troplini që e fsheh. Ky është hetimi i tij, po unë e garantoj se në këtë mënyrë ai do konsiderohet bashkëpunëtor me klanin Aruba. A mund t'i fshihet një populli, prisni një minutë, a mund t'i fshihet një populli zyrtari kriminal që fluturon nga Tirana në Aruba, që bën marrëveshje për ndërtimin, për thithjen e parave të drogës, ndërtimin e malit të Tiranës dhe thuhet edhe në zona të tjera. Dhe tani dalin emrat e biznismenëve që kanë shkuar, po nuk dalin emrat e qeveritarëve që shkuan dhe firmosën marrëveshjen, ose bën se mafja nuk firmos. Mafja i ka kodët e thjeshta. Omerta. Shumë vërtet. Tani omertën e zbaton Altin Troplini. Pa që nxirr, i them. Ke detyrime ndaj shqiptarëve. Tani do na thuash se punë sekreti, çfarë punë sekreti mor? Po në qoftë se ti kursen dhe nuk u thua shqiptarëve se Edi Rama i dërgoi ata në Aruba. Dhe kush janë ata? Cilët janë ata? Dhe se qeveritarë në Aruba kanë shkuar, kjo është 100% e sigurt. Janë të gjitha burimet. Shumë mirë që vepron ndaj biznismenëve apo trafikantëve, çfarë ishte ata që ishin takim. Po koka e Meduzës takimit është Edi Rama dhe lejtnant e tij që shkuan në Aruba. Ai ishte Engjëlla Gaçi. Ai ishte vet Rama. Ai ishte Olsi Rama. Se thot aty dikur Rama i gjatë. Ata Ramat që janë ata të dy Ramat atë të shkurtër, më thonë, nuk i jo. Kush Rama? Janë një dy me mbiemër Rama. Urdhë? Ata një për dhe mirë. Bravo, ata mua më thonë se ata janë të shkurtër të dy, dhe metet që Rama i gjatë më thonë tjetë ose Edi ose Olsi. Po nuk mund të them se është as Edi as Olsi. Ate që mund të them me siguri me 100% që qeveritarë kanë shkuar nga Tirana në Aruba. Dhe se ky është problemi më i madh i qytetarëve shqiptarë. Po këta janë një lloj me qeveritarët. Nuk thonë emrat, fshehin emrat. A nuk është kjo një krim i vërtet? A nuk është kjo një thyrje, një përshmim për çdo qytetar të këtij vendi që nuk mund të di se cili është qeveritari trafikant që shkon dhe bën marrëveshje me parat e krimit?
turpi i mbuloft. Doktor, Po. le të bëj një pyetje. Shpesh herë është folur që pas malit Tiranës jeni ju Bravo. dhe djali juaj. Ja, edhe një sekond lutem që të japësh përgjigje të dyja dhe ju jeni kthyer në parlament, po mungoja ajo pjesa e dytë e postulatit i ju e dini vetë. Ju e dini ose e keni vendosur kur do të riktheheni në SBA për një vizitë, qoftë personale apo zyrtare? E para të falënderoj. Keni më problem. Dosja faktoj shpithjen dhe trillimin e ult. Trillimin e ult që u bën atë kohë për malin e Tiranës nga opozita e opozitës dhe geleverb të qeverisë dhe mediat e tyre. Mediat e tyre. Si është e vërteta? Keni lidhje? E vërteta është unë lidhje kur, jo unë, po asnjë njeri. Ti të mendosh se këto janë, kjo është një pyetje që bazohet në trillimet e ulta të atyre që u përpoqen të mbulojnë pjesëmarrjen e Edi Ramës e njerëzve të Edi Ramës apo të atin takim në Aruba, se do dilte, dhe pastaj të opozitës që i shërben qeverisë, e cila pa asnjë fakt, pa asnjë bazë akuzonte, por besoj se gjithçka tani në dorë të Altin Troplinit është dhe ka dalë shumë qartë se kush është dosja Aruba, edhe kush është mali i Tiranës. Kjo është, të falënderoj për pyetjen. Për të dytën, natyrisht unë do shkoj, por një projekt i shpejt nuk e kam tani se duhet shkoj, kur të takoj miq,